ju që keni biznes edhe ka raste që nuk është se ecin shitjet për ditë edhe demoralizoheni, do jap një shembull shumë konkret se si ta kuptoni që ju keni për detyrë edhe jeni në shërbim, nëse keni një biznes, ju jeni në shërbim të njerëzve, në shërbim të popullit. Edhe detyra juaj është me show up, me dal për ditë aty te puna juaj, me reklamu për ditë punën tuaj, me bë shitje për ditë. Dhe në momentin që njerëzit kanë nevojë për shërbimin ose produktin tuaj, do e dinë se ku me u drejtu. Shembulli është shumë i thjeshtë. Mendo sikur ti del sot në rrugë edhe ke 10 veta rresht që shesin secilin nga një produkt ndryshëm. Dikush shet një telefon, dikush shet një lavatriçe, dikush shet prona, dikush shet një shërbim tjetër, etj. Ti për momentin je duke ecë në rrugë edhe ke punë të tuaja, edhe nuk ke nevojë për asnjërin nga këto shërbime, as për telefon, as për lavatriçe, as për me ble një pronë. Që do të thotë, ti nuk e ke personale me njerëzit që janë duke shit produktet e shërbimet e tyre. Thjesht për momentin nuk ke nevojë për atë shërbim. Prandaj, vendose veten në vendin e shitësit ose të biznesmenit. Qa me bëj tash, me mbyll biznesin, mos me dal më aty të rruga, po themi të rruga në rrjetet sociale, mos me dal me reklamu më punën e tyre, me i vu çelsin biznesit se nuk deshe ti si klient për me ble sot. Jo. Pra nuk dësh me marr personale, është thjesht çështja se si është momenti i tregut, se si është kërkesa në treg, se si është dëshira e njerëzve ose mundësia e tyre për me ble etj. Detyra jote si biznesmen është për me dal për ditë edhe me nejt aty, gati. Dhe nuk është fjala me dal fizikisht në rrugë, është çështja që me dal në rrjetet sociale me reklamu për çdo ditë, pa ndalim shërbimin ose produktin tanë. Njerëzit në Shqipëni e keq kuptojnë biznesin, mendojnë se është thjesht me fitu për vetë edhe kaq. Biznesi është shërbim, edhe çuditem shumë kur biznesmenët ose bizneset i shoh që sidomos në ditë festash e mbyllin biznesin. Pse me mbyll biznesin ditë festash? Ti nuk mundesh me bë pushim në ditë festet. Ajo ti je në shërbim të popullit. Ti e ke për detyrë, sidomos në ditë të festave, sidomos në ditët e pushimit, me i shërby njerëzve më shumë. Ky është keq kuptimi i pronarëve ose i biznesmenëve shqiptar ose i tregtarëve shqiptar. Ju jeni në shërbim të popullit, në shërbim të njerëzve. Jam shumë dakord që më jallon ditën e pushimit punëtorit ose vetes, por jepja një ditë para ose një ditë mrapa. Në ditët kur ka më shumë kërkesë, kur ka nevojë më shumë populli, ju jeni në shërbim të tyre. Ky është problemi që duhet ta kuptoni. Pra ju duhet bëni show up, ju duhet të dilni për ditë përpara klientit dhe sidomos në ditë kur klienti ka lehtësi ose ka hapësirë kohore më të madhe për me shpenzu diçka për vetë ose familjen e vet ose biznesin e vet. Pra këto janë dy gjëra. Në rastin e parë, ju nëse s'keni shitje, vazhdoni, reklamoni edhe punoni me produktin tuaj, në mënyrë që nëse unë sot të shoh ty çdo ditë që reklamon shërbimin tan, por unë sot s'kam nevojë për të, nesër pas nesër kur të kem nevojë do vi aty, te rruga jote, te biznesi jot, te profili jot, sepse e di që ti merresh me këtë punë. Prandaj mos u demoralizon nëse nuk ke një numër të madh shitjesh sot për sot. Sigurisht që shiko me përmirësu shërbimin, me përmirësu marketingun, me përmirësu produktin, etj. Por nuk do të thotë se ti ke një produkt perfekt ose një shërbim perfekt edhe tani shitjet do jenë të pafundme. Jo. Ti duhet dalësh për ditë edhe ta reklamosh produktin tënd. Dhe e dyta që duhet mbani mend është fakti që ju jeni në shërbim të popullit, nuk jeni në shërbim të vetes. Pra, sidomos në rastet kur populli, kur njerëzit kanë nevojë, kanë kohë të lirë, kanë mundësi me shpenzu një lek më shumë, kanë një fest, një diçka, ato kanë nevojë për me konsumu, kanë nevojë për me marr produkte të ndryshme, shërbime të ndryshme. Dhe pikërisht në atë ditë ju duhet të ndihmoni, ju duhet bani zbritje, të bani oferta, të ndihmoni familjarët, konsumatorët, sepse në fundit mos harroni se edhe ju vetë jeni familjar, edhe ju vetë jeni konsumator. Kështu që mendoni për klientin tuaj si për veten, si do donit ju që trajtoheshit kur shkelni në një biznes, si do doni ju që t'ju përgjigjeshin kur i shkruani një biznesit online, etj. Pra gjitha këto, gjithmonë vendosni klientin të parin dhe mbesoni që klienti do ju vendos ju të parin për shërbimin tuaj.